Data 6 mars. Eksodi, kapitulli 17. Pastaj tërë asambleja e bijve të Izraelit u nis nga shkretëtira e Sinit, duke marshuar me etapa sipas urdhrave të Zotit dhe u vendos në Redifim. Por nuk kishte ujë të pishëm për popullin. Atëherë populli u grind me Mojsiun dhe i tha: "Na jep ujë për të pirë." Mojsiu u përgjigj: "Pse grindeni me mua? Pse tundoni Zotin?" Atje populli pati etje për ujë dhe murmuriti kundër Mojsiut duke thënë: "Pse na bëre të ikim nga Egjipti, që të vdesim nga etja ne, bijtë tanë dhe bagtia jon?" Kështu Mojsiu i thiri Zotit duke i thënë: "Çfarë të bëj për këtë popull? Edhe pak dhe ata do të më vrasin me gur." Zoti i tha Mojsiut: "Kalo para popullit dhe merr me vete disa pleq nga Izraeli. Merr në dorë edhe bastunin me të cilin rrahe lumin dhe nisu. Ja unë do të ri përpara teje. Atje mbi shkëmbin në Horeb, ti do të rrahesh shkëmbin prej të cilit do të buroj ujë dhe populli do të pi." Kështu bëri Mojsiu para syve të pleqve të Izraelit. Prandaj e quajti këtë vend Masa dhe Meriba, për shkak të grindjeve që pati me bijtë e Izraelit dhe sepse kishin tunduar Zotin duke thënë: "A është vallë Zoti në mes nesh apo jo?" Atëherë erdhi Amaleku për të luftuar kundër Izraelit në Refidim. Dhe Mojsiu i tha Jozueut: "Zgjidh për ne disa burra dhe dil për të luftuar kundër Amalekut. Nesër do të jem në majë të kodrës me shkopin e Perëndis në dorë." Jozue bëri ashtu siç i kishte thënë Mojsiu dhe luftoi kundër Amalekut, ndërsa Mojsiu, Aroni dhe Huri u ngjiten në majë të kodrës. Dhe ndodhi që kur Mojsiu ngrinte dorën e tij, Izraeli fitonte. Përkundrazi, kur e ulte dorën, fitonte Amaleku. Por duart e Mojsiut ishin rënduar, kështu që ata morën një gur dhe ja vun poshtë. Ai u ul mbi të, ndërsa Aroni dhe Huri ja mbanin duart, njëri nga një krah, tjetri nga krahu tjetër. Kështu duart e tij mbeten të palëvizura deri në perëndimin e diellit. Prandaj Jozue mundi Amalekun dhe njerëzit e tij duke i prerë me shpata. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: "Shkruaje këtë ngjarje në një libër, që të mos harrohet kurrë, dhe njoftoi Jozueun që unë do ta fshi fare kujtimin e Amalekut në qiell." Mojsiu ndërtoi pasaj një altar, të cilit i vuri emrin "Zoti është flamuri im" dhe tha: "Dora u ngrit kundër fronit të Zotit dhe Zoti do t'i bëj luftë Amalekut brez pas brezi." Luka, kapitulli 20. Dhe në një nga ato ditë ndodhi që ndërsa ai po mësonte popullin në tempull dhe predikonte ungjillin, erdhën kryepriftërinjtë dhe skribët bashkë me pleqt dhe i thanë: "Na trego me ç'pushtet i bën këto gjëra, ose kush është ai që ta dha ty këtë pushtet?" Dhe ai duke u përgjigjur, u tha atyre: "Edhe unë do t'ju pyes një fjalë dhe ju më thoni: pagëzimi i gjonit ishte nga qielli apo prej njerëzve?" Dhe ata arsyetonin në mes tyre duke thënë: "Po të themi prej qiellit, ai do të na thotë: atëherë pse nuk i besuat? Por po të themi prej njerëzve, gjithë populli do të na vras me gur, sepse ai është i bindur se gjoni ishte një profet." Dhe u përgjigjen se nuk e dinin nga vinte. Dhe Jezusi u tha atyre: "As unë nuk po ju them me ç'pushtet i bëj këto." Por filloi t'i tregoj popullit këtë shëmbëltyr. Një njeri mbolli një vresht. U abesoi disa vreshtarve dhe u nis për në vend të huaj për një kohë të gjatë. Në kohën e të vjelave, dërgoi një shërbëtor tek ata vreshtar që t'i jepnin prej frytit të vreshtit. Por vreshtarët e rrahën atë dhe e kthyen duar bosh. Dhe dërgoi përsëri një shërbëtor tjetër, por ata pasi e rrahën dhe e shanë edhe atë, e kthyen duar bosh. Dhe dërgoi përsëri një të tretë, por ata e plagosën edhe atë dhe e dëbuan. Atëherë i zoti i vreshtit tha: "Ç'të bëj? Do të dërgoj djalin tim të dashur. Ndoshta duke e parë atë, do ta respektojnë." Por vreshtarët kur e pan, thanë midis tyre: "Ky është trashëgimtari. Ejani, le ta vrasim që trashëgimia të bëhet e jona." Dhe e nxorrën jashtë vreshtit dhe e vranë. "Ç'do të bëj pra këtyre i zoti i vreshtit? Ai do të vi, do t'i zhduk ata vreshtar dhe do t'u jap vreshtin të tjerëve." Por ata kur e dëgjuan këtë thanë: "Kurrë mos qoft." Por Jezusi, duke i vështruar, tha: "Ç'është pra ajo që është shkruar? Guri që ndërtuesit e hodhen poshtë u bë guri i qoshes. Kushdo që do të bjerë mbi këtë gur, do të coptohet, dhe atë mbi të cilin do të bjerë, do ta dërmoj." Dhe në ato orë, kur e priftrit dhe skribët kërkuan të vënë duart mbi të, sepse e kuptuan se ai e kishte thënë atë shëmbëltyr për ata, por kishin frikë nga populli. Ata e përgjonin me kujdes dhe i dërguan disa spiun, të cilët duke u paraqitur si të ishin të drejtë, ta zinin në gabim në ndonjë fjalë dhe t'ia dorëzonin pushtetit
dhe autoritetit të qeveritarit. Dhe e pyetën duke thënë: "Mësues, ne e dim se ti flet dhe mëson drejt dhe që nuk je as pak i anshëm, por mëson rrugën e Perëndisë në të vërtetë. A është e lejueshme për ne t'i paguajmë taks Qezarit apo jo?" Por ai duke e kuptuar dinakrinë e tyre u tha atyre: "Përse më tundoni? Më tregoni një denar, fytyrën dhe mbishkrimin e kujt ka?" Dhe ata duke u përgjigjur thanë: "Të Qezarit." Atëherë ai u tha atyre: "Jepni pra Qezarit atë që është e Qezarit dhe Perëndis atë që është e Perëndis." Dhe nuk mundën ta zënë në fjalë përpara popullit dhe të habitur nga përgjigja e tij, heshtën. Dhe ju ofruan disa saducejnë, të cilët kundërshtojnë se ka ringjallje dhe e pyetën duke thënë: "Mësues, Mojsiu na ka shkruar, nëse dikujt i vdes vëllai, edhe ky duke patur grua vdes pa fëmijë, i vëllai ta marrë gruan e tij dhe t'i ngjall pasardhës vëllait të tij. Ishin pra 7 vëllezër, dhe i pari mori grua dhe vdiq pa fëmijë. Edhe i dyti e mori për grua dhe vdiq pa fëmijë. E mori pastaj i treti, dhe po kështu që të 7 edhe vdiqen pa lënë fëmijë. Dhe në fund të të gjithëve vdiq edhe gruaja. Atëherë, në ringjallje e kujt do të jetë gruaja, sepse që të 7 e patën grua?" Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: "Bijtë e kësaj bote martohen dhe martojnë, por ata që do të gjenden të denjë të kenë pjesë në botën tjetër dhe në ringjalljen e të vdekurve nuk martohen dhe nuk martojnë. Ata as nuk mund të vdesin më, sepse janë si ëngjëjt dhe janë bijtë e Perëndisë, duke qenë bijtë e ringjalljes. Dhe se të vdekurit do të ringjallen e tregoi edhe Mojsiu te ferrishtja kur e quan Zot Perëndinë e Abrahamit, Perëndinë e Isaukut dhe Perëndinë e Jakobit, sepse ai nuk është Perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për të." Atëherë disa skribë morën fjalën dhe thanë: "Mësues, mirë fole," dhe nuk guxuan më t'i bëjnë asnjë pyetje. Dhe ai u tha atyre: "Vallë, si thonë se Krishti është biri i Davidit? Vetë Davidi në librin e psalmeve thotë: Zoti i tha Zotit tim, ulu në të djathën time derisa unë t'i vërë miqtë tu stolt e këmbëve të tua. Davidi pra e quan Zot, si të jetë biri i tij?" Dhe ndërsa gjithë populli po e dëgjonte, ai u tha dishepujve të vet: "Ruhuni nga skribët, të cilëve u pëlqen të shëtisin me rroba të gjata dhe duan përshëndetjet në përsheshe dhe vendet e parë në sinagoga dhe vendet e parë në përgosti. Ata gllaborojnë shtëpitë e vejave dhe për të dukur bëjnë lutje të gjata. Ata do të marrin një dënim më të rënd." Jobi, kapitulli 35. Elihu vazhdoi të flasë dhe tha: "A të duket një gjë e drejtë kur thua jam më i drejtë se Perëndia? Në fakt ke thënë, çdo bi ke, çfarë dobie do të kisha nga mëkati im? Do të përgjigjem ty dhe miqve të tu bashkë me ty. Sodite qiellin dhe shiko me kujdes. Shih ret që ndodhen më lart se ti. Në qoftë se ti mëkaton, çfarë efekti ka mbi të? Në qoftë se ti i shumëzon prapësitë e tua, çfarë dëmi i shkakton? Në rast se je i drejtë, çfarë jep ose çfarë merr ai nga dora jote? Ligësia jote mund të dëmtojë vetëm një njerëz si ti dhe drejtësia jote mund t'i sjellë vetëm dobi birit të një njeriu. Ngrihet zëri për numrin e madh të shtypjeve, ngrihet zëri për të kërkuar ndihmë për shkak të dhunës së të fuqishmeve, por asnjëri nuk thot: ku është Perëndia, krijuesi im, që natën të jep këngë gëzimi, që na mëson më tepër gjëra se sa kafshëve të fushave dhe na bën më të urtë se zogjtë e qiellit. Kështu ngrihen zëra, por ai nuk përgjigjet për shkak të krenarisë së njerëzve të këqij. Me siguri Perëndia nuk ka për t'i dëgjuar ligjëratat boshe dhe i plot fuqishmi nuk do t'ju avër veshin. Edhe si kur ti të thuar se nuk e shikon atë, çështja jote qëndron para tij dhe ti duhet të presësh. Por tani, duke qenë se në zemërimin e tij ai nuk dënon dhe nuk jep shumë rëndësi shkeljeve, Jobi hap kot buzët dhe mbledh fjalë që nuk kanë arsye. 2 Korintasve, kapitulli 5. Ne e dim në fakt se kur kjo çadër, vendbanimi ynë toksor prishet, ne kemi një ndërtesë nga Perëndia, një banesë të përjetshme në qejt që nuk është bërë nga dora e njeriut. Sepse edhe në këtë çadër ne psheretim duke dëshiruar fort të veshim përsipër banesën tonë qiellore, edhe nëse e kemi të veshur, nuk do të gjendemi lakurish. Sepse ne, që jemi në këtë çadër psheretim duke qenë të rënduar dhe për këtë arsye nuk duam pra të zhvishemi, por të veshim përsipër që ç'është e vdekshme të përpihet nga jeta. Por ai që na ka formuar pikërisht për këtë është Perëndia, i cili na dha edhe kaparin e frymës, duke marrë zemër gjithnjë dhe duke ditur se gjërsa banojmë në trup, banojmë larg nga Zoti, sepse ecim me anë të besimit dhe jo me të parë. Por ne kemi zemër dhe na parapëlqen më tepër ta lëmë trupin
dhe të shkojmë e të banojmë pranë Zotit. Prandaj edhe e kemi për nder t'i pëlqejmë atij, qoft duke banuar në trup, qoft duke e lënë atë, sepse ne të gjithë duhet të shfaqemi para selisë së gjykatës së Krishtit, që secili të marrë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit në bazë të asaj që ka bërë, qoft në të mirë apo në të keqe. Duke e ditur pra frikën e Zotit, ne bindim njerëzit dhe jemi njohur nga Perëndia, dhe unë shpresoj të jemi njohur edhe në ndërgjegjet tuaja, sepse ne nuk e rekomandojmë përsëri veten ndaj jush, po ju japim rastin të mburreni për ne, që të keni çfarë të përgjigjeni atyre që mburren me dukje dhe jo me zemër. Sepse nëse jemi jashtë mendjes, është për Perëndin, dhe nëse jemi në mendje, është për ju. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në përfundimin se nëse një ka vdekur për të gjithë pra kanë vdekur, dhe vdiq për të gjithë, me qëllim që ata të cilët jetojnë të mos jetojnë më për veten e tyre, po për atë që vdiq e u ringjall për ta. Prandaj, tash e tutje ne nuk njohim askënd sipas mishit, po edhe nëse kemi njohur Krishtin sipas mishit, tani nuk e njohim më ashtu. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re, të vjetrat shkuan, ja, të gjitha u bën të reja. Por të gjitha janë nga Perëndia që na pajtoi me veten e tij përmes Jezu Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit, sepse Perëndia ishte në Krishtin, duke pajtuar botën me veten e tij, pa u llogaritur atyre fajet e tyre dhe vuri ndër ne si shërbes fjalën e paqëtimit. Jemi pra ambasador të Krishtit, sikur Perëndia t'ju lutej nëpërmjet nesh. Ju lutemi në vend të Krishtit, pajtohuni me Perëndin, sepse ato që nuk njihte mëkat e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të.